Mirë se vini në trajnimin ton online. Në këtë video ju do të njiheni me veprimet që kryen nga GNV për vlerësimin e numërimit të votave. KZAZ, pasi sigurohet që të gjithë anëtarët e GNV-s janë prezent dhe kanë marrë trajnimin e duhur, merr vendimin për fillimin e procesit të numërimit të votave. Në vendimin për fillimin e numërimit të votave, shënohet ora e saktë e fillimit të procesit të numërimit të votave. Ora e fillimit të procesit të numërimit të votave shënohet në librin e protokollit të mbledhjeve të KZAZ-s. Sekretari i grupit të numërimit, nën kujdesin e një anëtari të ngarkuar nga KZAZ-ja, merr kutinë e votimit me fletët e votimit të një qendre votimi dhe e vendos atë pranë tavolinës së grupit të numërimit. Sekretari i GNV ngjit etiketën adezive në tabelën e përcaktuar nga KZAZ dhe shkruan numrin e qendrës së votimit që numërohet. Sekretari i GNV merr dosjen e KQV-s përkatëse nga sekretari i KZAZ-s. Numëruesi i parë vendos mbi tryezë kutinë me fletët e votimit dhe e ekspozon atë në kamera. Më pas kaput vulat me kodet e sigurisë dhe nxjerr nga kutia e votimit zarfin me procesverbalin e mbylljes së votimit. Nxjerr nga kutia fletët e votimit dhe zarfin me procesverbalin e vulosjes së kutisë së votimit. GNV verifikon kodet e sigurisë me ato të shënuara në procesverbal. Grupi i numërimit të votave verifikon të dhënat e plotësuara në procesverbalin e mbylljes së votimit me ato në dosjen e marrë nga KZAZ. GNV shpalos fletët e votimit dhe i vendos mbi tryezë me pjesën e pasme të fletës nga ana e sipërme. Numëruesi i parë i GNV numëron fletët e votimit dhe ja bën të ditur shifrën anëtarëve të grupit të numërimit të votave dhe vëzhguesve të subjekteve zgjedhore. Numëruesi i parë verifikon shifrën e deklaruar me shifrën për pjesëmarrjen e zgjedhësve të shënuar në procesverbalin për mbylljen e votimit. Nëse shifra nuk përputhet, numëruesi i parë rifillon numërimin e fletëve të votimit ose kur kërkohet rinumërim nga ndonjë nga anëtarët e GNV-s. Në rast mospërputhje, GNV ose vëzhguesi që e konstaton njofton KZAZ. Derisa KZAZ të verifikojë rastin, procesi mbetet i pezulluar dhe GNV nuk kryen veprime të mëtejshme. Sekretari i KZAZ pasqyron pasaktësinë në procesverbalin e konstatimit vetëm pasi KZAZ e ka konfirmuar atë. KZAZ merr vendim për vazhdimin e procedurave të numërimit të votave nga GNV-ja dhe ky vendim i njoftohet GNV-s. GNV në tavolinën e numërimit përcakton vendet e veçanta për fletët e votimit, të vlefshme, të pavlefshme dhe të kontestuara, duke ndarë fletët për çdo subjekt zgjedhor. GNV fillon vlerësimin e fletëve të votimit nga faqja e pasme. Numëruesi i parë hap çdo fletë votimi dhe e vendos në kamerën regjistruese për verifikim të vulave dhe madhësisë, formës dhe ngjyrës së fletës. Numëruesi i parë shprehet me zë të lartë për fletët e votimit që i konsideron të pavlefshme gjatë vlerësimit nga faqja e pasme dhe vendos fletët e votimit në vendin e përcaktuar. Nëse ndonjë nga anëtarët e GNV ose vëzhguesit nuk është dakord me vlerësimin, fleta e votimit vendoset në vendin e përcaktuar për fletët e kontestuara për të rivlerësuar nga GNV. Nëse nuk ka kontestime për fletët e votimit të pavlefshme, ato vendosen në vendin e caktuar për votat e pavlefshme mbi tavolinën e GNV-s. Vlerësimi i votave fillon menjëherë pas vlerësimit të fletëve të votimit nga faqja e pasme. Numëruesi i parë e vendos fletën e votimit në kamerën regjistruese dhe bën vlerësimin e votës me zë të lartë. Nëse ka kontestime për fletët e votimit, GNV rivlerëson fletët e kontestuara pa i shfaqur në kamera. Nëse kontestimet mbeten, KZAZ merr vendimin për votë të vlefshme ose të pavlefshme dhe sekretari i KZAZ-s e shënon rezultatin në librin e protokollit të mbledhjeve. Numri i përgjithshëm i fletëve të votimit të kontestuara për QV-n përkatëse shënohet nga GNV në procesverbalin përkatës. Në përfundim të nxjerrjes së rezultatit, fletët e votimit të kontestuara dhe procesverbali i përkatës futen në zarfin e fletë votimit të kontestuara.